Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët te kuzhina e Rahimes. Në këtë video recet do t'ua shpjegoj se si të përgatitni djell verë. Djell me plot perime dhe me shumë vitamina. Kjo recet me të vërtetë tepër e shijshme, është e lehtë dhe me pak kalori. Për të ndjekur më shumë receta, shtypni butonin subscribe. Për këtë recet na nevojiten spece, domate, kungulleshka, qep dhe karota. Për sasi do të përdorni atë sa ju dëshironi që të përgatitni. Fillimisht do t'i presim qepët në forma të vogla. Pra në këtë formë. Pasi që qepët i kemi bërë të gjitha, do t'i heqim anash dhe do të vazhdojmë me kungulleshkat. Kungulleshkat do t'i qërojmë dhe do t'i vendosim në një tenxhere me ujë të ftohtë. Dhe kështu do t'i lëm anash dhe këto. Pastaj, speceve ua kemi hequr bishtat, farat dhe do t'i presim. Pra të gjitha perimet paraprakisht duhet që t'i lajmë. Dhe këto do t'i presim në copa, jo dhe shumë të imta, në copa normale. Dhe kështu do të vazhdojmë derisa t'i presim të gjitha specet. Dhe specet i heqim anash dhe do të vazhdojmë me domaten. Domaten do t'a qërojmë dhe më pasi e kemi qëruar dhe këto do t'a presim në kocka të imta. Tani i kemi këtu dhe 3 karota dhe këto do t'i qërojmë dhe gjithashtu do t'i presim dhe këto në kocka të imta. Tani është koha që kungulleshkat t'i heqim nga uji dhe t'i presim dhe këto. Tani të gjitha perimet i kemi gati për t'i përgatitur dhe vazhdojmë në një tigan do të shtojmë gjalp. Pastaj, fillimisht do t'i shtojmë qepët dhe do t'i fërgojmë rreth 2 deri në 3 minuta vetëm qepët. Pasi që i kemi fërguar qepët, shtojmë dhe karotat dhe së bashku me karotat këto do t'i fërgojmë për 7 deri në 8 minuta derisa të filloj që të na zbuten mirë karotat. Dhe pastaj do të shtojmë kungulleshkat. Shtojmë dhe specet. Dhe këto së bashku përsëri do t'i fërgojmë apo do t'i skuqim derisa specet të na zbuten. Pasi që kungulleshka është më e butë, ajo përgatitet më shpejt. Kur specet të jenë zbutur mjaftueshëm, pra të jenë gatuar mirë, do të shtojmë dhe domatet. Dhe kështu me domatet do t'a ulim shpejtësinë e nxehtësisë, pra do t'a lëmë në një nxehtësi të mesme dhe do t'i lëmë që të na bëhen avash. Pra si që e shikoni, tani do të shtojmë erëzat. Unë kam shtuar pak hudhër, viget, krip dhe pak spec të thatë. Biber të zi nuk i kam shtuar për shkak se e konsumojnë këtë gjë dhe fëmijët. Ju mund që t'i shtoni dhe biber të zi apo ndonjë erëz tjetër. Tani do të shtojmë pastë domatesh. Pra nga kjo pasta e cila është më e trashë. Dhe pastaj do të shtojmë edhe nga pasta më e hollë, pra nga kjo tomatella më e hollë. Do t'i përzijem dhe do t'i lëmë që të përgatiten afërsisht 15 deri në 20 minuta. Derisa ta shikoni që masa ka filluar që të bie dhe perimet janë gatuar mirë.
Kjo djellë me të vërtet është tepër e lehtë dhe e shijshme. Kur ta shikoni që djellën tashmë e keni gati, do ta heqim anash dhe do ta servojmë atë sipas mënyrës dhe dëshirës së juaj. Pra siç ju thash, djellën e kemi gati. Lëngu është ntrashur mjaftueshëm dhe ka dalë tepër i mirë. Dhe ja, këtu tash do ta servojmë. Pra si që ju thash, ju mund që ta servoni si që të dëshironi ju. Dhe këtu, bashkë me këtë djellën, unë kam thekur pak bukë, të cilat i kam bërë me gjalpë dhe pak veget. Dhe miqtë e mi, kjo ishte receta ime për ju sot. Shpresoj që juve t'ju ketë pëlqyer kjo recetë dhe ta provoni. Për recetat më të reja, shtypni butonin like dhe subscribe. Dhe njëherë faleminderit që na ndiqni.